Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Sot për të gjitha anvisat kemi përgatitur të përgatisim një recetë të re, quhet buding bavarez. Është një ëmbëlsirë që shërbehet e ftohtë dhe që ka një nivel mesatar vështirësie dhe për anvisat mendoj se do jetë shumë e lehtë për tu realizuar. Atëherë shef Eno na shpjegoj të gjithë përbërësit që do kjo recetë dhe me gramaturat e... Po, patjetër. Atëherë siç e shikojmë këtu në tavolinë kemi vëmë përbërësit, të cilët janë kemi 180 gram sheqer pudër, kemi 100 gram fruta kandite të coptuara të thata, kemi 10 fleta gjelatine që shërbejnë për mpiksjen e budingut gjatë kohës ku do qëndrojnë në frigorifer. Kemi 5 kokra vezë, të cilat janë të ndara veç të verdhat dhe veç të bardhat, si dhe 900 gram qumësht, cilën na nevojitet për të bërë lidhjen e budingut. Gjithashtu kemi dhe rreth 12 tasa prej letra alumini, të cilët do derdhim budingun ton dhe do e fusim në frigorifer për të arritur mpiksjen. Atëherë fillojmë procedurën. Fillimisht marrim qumshin dhe e derdhim në tenxhere. Ndërkohë që kemi hedhur qumshin, vendosim 10 fletat e gelatinës në ujë, në mënyrë që gelatinat të zbuten. Përzierësi i dytë që do hedhim në tenxhere është sheqeri. Hedhim dhe masën e sheqerit. Sheqer plur, 100 gram? 180 gram sheqer pudër. Ndërkohë e përziem pak masën e sheqerit në mënyrë që të shkrim gjithë qumshin. Ja pra, atëherë ju shpjegojmë të gjithë ju teleshikues, si po na ndiqni këto momente. Shef Eno ka hedhur qumshin, ka hedhur gelatinën në ujë, ka hedhur dhe sheqerin plur. Atëherë si do procedura e tretë që kemi është e verdha e vezës, cilën e shtojmë tek masa e qumshit dhe sheqer pudrës. E ka urdisim në mënyrë që të shpërbëhet dhe e verdha e vezës në gjithë masën e qumshit. Mund t'i japim me tel vezësh? Patjetër. Atëherë po e bëjmë punën tënde. Po i përzi. Ndërkohë ne këtu tek masa e parë kemi hedhur qumshin, sheqer pudër dhe të verdhat e vezëve. Ndërkohë sa të nxehet dhe pak masa, ne do shtojmë edhe fleta gjelatinë. Në mikserin që kemi këtu pranë do hedhim të bardhat e vezëve dhe frutat kandite. Do të bëjmë një raje komplet. Një raje komplete. E shohim shef Enon në demonstrimin e kësaj recete, ka hedhur të bardhat e vezëve në mikser. Në mikser i bëjmë fillimisht të bardhave të vezës një rrahje. Dhe pastaj avash avash do shtojmë dhe frutat kandite. Në shpejtësinë maksimale. Në mënyrë që e bardha vezës të shkumzohet dhe gjatë nxjerrjes së budingut ton përfundimtar do kemi 2 shtresa tek budingu jon, një shtresë që është ngjyra e qumshit edhe e gelatinës dhe një shtresë tjetër që do jetë e bardha e vezës. Kjo është karakteristike dhe për këtë arsye bën 2 lloj kremrash veç e veç, për arsye që edhe në nxjerrjen e ëmbëlsirës tonë të ketë dhe pak pamje. Vërtet recetë interesante po më duket shef Eno. Është shumë interesante dhe shumë e shijshme. E bardha vezës tu ka marrë shkumzimin e duhur. Ne në këtë rast do i hedhim frutat kandites, siç e thamë pak më parë që shpjeguam edhe recetën, kemi 5 bardhat e vezëve që kemi ndarë dhe 100 gram frutat e thata kubike ose ndryshe siç njihen frutat kandite. Kjo është procedura që e të bardhëve tashmë. Atëherë këtu tashmë tek procedura e kremit, qumshit me të verdhat e vezëve dhe sheqerin, do shtojmë edhe masën e
Gelatinës, flet, e cila siç e shikojmë është zbutur dhe do e kalojmë në masën e qumshit. Dhe shtojmë edhe gelatinën. Dhe fillojmë bëjmë një përzierje homogjene. Dhe ku jemi duke bërë dy procese njëkohësisht. Tu po rrafin të bakën vezë me fruta kandite, me fruta të thata. Tu e duke përzier qumshin me të verdhën e vezës për pak dhe çaste, me gelatin. Po, për pak çaste do kemi mundësi që të shikojmë përzierjen që do i bëjmë të bardhës vezës dhe masës qumshit. Masës qumshit me gelatin dhe me të verdha vezë. Po, patjetër. Ndërkohë që e bardha e vezës ka mbaruar së rahuri, ne bëjmë një bashkim mes të bardhës vezës dhe masës së qumshit. Atëherë unë po e përzi shefenon ti hidhe. Është e rëndësishme ky lloj bashkimi në mënyrë që të krijojmë dhe dy shtresa tek budingu jon. Derisa të bëhet një masë, do ta përzim derisa të bëhet një masë. Po, një masë homogjene, e cila më pak s'do hidhet për tasat, që tham pak më parë dhe do e vendosim në frigorifer. Sa duhet të përzihet kështu në gjithë këto masë që kjo po bëhet? Për rreth 1 minutë, 2 minuta, mendoj se do jetë gati. Ndërkohë që kjo fillon edhe ngrohet edhe pak, masa e budingut. Si shikoni, kjo krijon edhe një mpiksje. Një mpiksje po nga gelatina. Nga gelatina, nga e bardha vezës e rrahur. Edhe ajo ka vërtet nuk po më duket shumë e ndërlikuar. Jo, është, unë e thashe pak më parë, është një ëmbëlsirë shumë e lehtë. Mundet që edhe miqtë tuaj kur t'ju vinë për vizitë, t'i kënaqni me shijen. Tashmë ne kemi bërë një masë. Ndërkohë e heqim nga masa nga zjarri dhe vendosim. Atëherë shefeno, mund t'jemi gati për ta hedhur në tasat. Atëherë fillojmë me derdhjen nëpër tasa. Sa minuta do ta lejmë në frigorifer që më thatë? Për kjo përkushton një kohë prej 20-25 minutash në frigorifer ngrirës, në mënyrë që budingu jon të mpikset. Varet edhe nga temperatura e frigoriferit ku e vendosim. Jam shumë kurioz, gelatina që ne kemi përzi, është shkrirët komplet? Po. Vendoset në një tas me ujë në mënyrë që të ketë një zbutje paraprake dhe më pas, gjatë nxehjes së qumshit, ajo shpërbëhet plotësisht dhe hapet në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë masën e budingut. Atëherë vendosim në frigorifer, që është i frigorifer i thellë ngrirës, siç e shikoni. Dhe e lejmë këtu për rreth 5 minuta. Atëherë vazhdojmë bëjmë edhe dekorimin që është e fundit. Marrim pjesën e budingut pasi ka ngrirë. Siç e shikoni. Siç e shikojmë edhe tek janë frutat e thata. Pjesa e sipërme që ka ngelur frutat kandide, frutat e thata të budingut ton. Atëherë këtu, siç e shikojmë, kemi krem pasticcerie të ftohtë. Kremi pasticcerie e keni bërë vetë? Jo, është një krem, është një pluhur i gatshëm, i kremit pasticcerisë. Është një pluhur i gatshëm që përdoret 400 gram pluhur me 1 litër ujë dhe me një fruzë dore. E përzijem dhe kemi masën e kremit siç e shikojmë edhe këtu tek tasa. Atëherë kemi edhe një qese pasticcerie me një korne me dhëmza që do bëjmë dekorimin e budingut. Po do të ndihmoj pak. Faleminderit. Atëherë marrim kremin e pasticcerisë.
Dhe fillojmë bëjmë një dekorim shumë të thjeshtë. Benzinë reale. Po. Dhe bëjmë një dekorim shumë të thjeshtë